Iniciativa jonë është një iniciativë shumë e mirë, shpesh njerëzit thojnë se për çka po bëhet, ose për çka kanë, cilat janë arsyet, cilat janë motivet që na me mbledh. E para, si gjithçka në jetë, njëjtë edhe në sport, sa më shumë që mbledhem, aq më mirë është për gjithë. Sa më tepër që afrohem me njëri tjetrin, edhe ja kuptojmë hallet njëri tjetrit, aq më solidar bëhem, aq më tolerant, po edhe më shumë e kuptojmë atë shpirtin ekipor që në gjitha sportet vlen edhe ka peshën e njëjtë. Si në handball, si në volejboll, si në basketball, si në futsal, si për femrat, si për meshkujt është e njëjta. Krejt na e kemi një qëllim që në fund me fitu, po jo fitore me çdo kusht, sepse edhe kur i shohim këto vajza treja dhe këta djemtri, nëse më ju thonë një pjesët konsiderueshme, i bjen që shumë prej tyre e para çka është duhet me e dash sportin, e dyta me mësu me ushtru, e treta me garu edhe katërta me fitu. Prishtina si qytet, si kryeqytet, një diçka që e kemi pa që asnjëherë nuk është bërë ndoshta më herët edhe tu i mbledh këto trofet, se na në basketbolli kemi mbledh ndoshta edhe për shkak rivalitetit më të madh tifozërive, për me ju tregu që nuk jemi djeshit edhe Prishtina ka mas shumëti, po mandej kur e kemi pa me secilin prej klubeve tona është një diçka shumë interesant, besoj edhe për gazetarët e sportit, Arlindin, për disa të tjerë që në kështu kureshtarë të numrave, klubet e Prishtinës janë më të trofeshme bindshëm me 133 tituj. Prishtina në basketbol, meshkujt i ka 14, Prishtina në basketbol femnat i kanë 16, Prishtina në handball meshkujt i kanë 18, Prishtina në handball femnat i kanë 17, Prishtina në volejboll meshkujt 20, femrat 20, edhe futsali 2, si një sport ma vonë që ka nisë me u apliku. Me thonë në total janë 133. Edhe kjo duhet me qenë një motiv i krenarisë, një motiv i mburjes për krejt neve. Unë e di që në Prishtinë gravitojmë për pothuajse gjitha qyteteve dhe se cilje kemi ka një prejardhje. Po respekt për prejardhjen tonë, sepse na nuk i kemi zgjedhë prind tonë ku kanë lindë dhe ku kanë me ardhë, shqyqyrë që na kanë prunë Prishtinë për neve që dojmë Prishtinën me zemër, po diqysh Prishtina krahasu me qytetet tjera pothuajse në gjitha sportet ka met si gjithkujt edhe kërkujt. Edhe unë menoj që na tu e pas edhe komunën edhe gjitha grupet parlamentare pa dallim, sepse besoj që nëse ka diçka ku ka shumë pak dallime ose hiç me përjashtim ndoshta ndaj paragjykimi ka njerë që ndodh, është që Prishtina për një me gjithë neve na bën bashkë, kur dhimë në këtë sallë edhe dojmë e pa klubin tonë të fitu, ose mërzitemi dhe idhnohemi kur hup, i bjen që na e kemi një dashni pa kushte edhe pa kompromis, pavarësisht se çfarë prejardhje kemi ose çfarë bindje kemi. Po është një moment, edhe duhet me qenë një moment i reflektimit, që na me u bo bashk, që mos me qenë për një basketbolist, si me thonë, mos me qenë indiferent ndaj një ndeshjet Prishtinës femrave handball, ose një volejboliste e Prishtinës volejbol, me qenë indiferente ndaj një ndeshje të meshkujve në basketbol. Na në ndërkohë, me ekipin këtu, kemi me punu shumë që edhe me integru platforma tona. Të parën që e kemi njëse që e shihni edhe sot, besoj e shihni edhe këtu në këtë ekran mbrapa, në këtë LED, është që na e kemi dizajnu një logo, gjitha klubet i kemi logo tona, se cila ma e bukur se tjetra, po besoj që kjo e përbashta ka diçka hala ma shumë se sa krejto tonat, se në mënyrët ma të mirë të mundshme e përfatëson Prishtinën me 2 inicialet, cilat krejt kemi qef me i pas majica, shalla, kaçketa, që me u identifiku, edhe me shpërnda një kulturë, një lloj ndjenje, sensi përkatësis, që jemi të Prishtinës edhe punojmë për Prishtinën, edhe njëjtë si pjesë e saj integrale është edhe Plisi që lidhet me tifogrupin tonë. Na në fakt që disa vite me qytetet shtyhemi, kemi rivalitet, ato janë krejt qytetet Kosovës edhe krejt janë shqiptarë, kjo është e mira, po prapse cili për neve dojmë pak ma shumë Prishtina me pa ma mirë. Menoj që në gjitha sportet e kemi pas një lloj
krize, të rezultateve, të titujve, edhe mendoj që na kur buëm kështu bashk, kur gjo mos bofshim për një përqindje të madhe, me njëherë kemi me ngrit një farë ndjenje të mobilizimit mes nesh, me përkrahje një tjetrin ma shumë, të janis prej asaj që me suportu në loj, e deri te mandej besoj edhe përkrahje tjera, qysh edhe kemi gjetë që në takimin e parë, kur e kemi pas konsultativ me kryetarin për parimin, cilin e falenderojmë shumë, që është edhe sot me neve. Kështu që unë nuk du me zgjatë ma shumë, na kemi qef me qenë një adres e sukseseve po se po edhe përgjithësis, edhe e haleve, shqetësimeve që me i zgjidh ato. Tu janë njës prej kushteve e deri te niveli i garimit, sepse me pak ma shumë mobilizim, unë e di që edhe volejbolli, edhe handbolli, edhe femrat, edhe mashkujt, edhe futsali kanë mundësi edhe me luftu për tituj. Na po e nisim, po e bojmë një plan, po besoj që prej vitit të vetë kemi me qenë gjithmonë ma mirë e ma mirë. Edhe normalisht për shumë djemë e vajza një pjesë që edhe s'kanë mujtë me ardhë për shkak shkollës, për shkak edhe kemi pas problem këtë terminin kur edhe puna e agjerimit, iftarit, po prapë se prapë jemi falenderus për ata që kanë mujtë me ardhë, për ata që s'kanë mujtë, normalisht që janë pjesë e jona, sidomos fëmijët edhe tri që i kemi me bollëk në për shkolla tona, po ata neve nuk dojnë qatë shumë me na një të full, sa dojnë me na pa që na jemi mbrapa ty edhe kemi me qenë deri sot është jeta edhe Prishtina. Kryetar për parim, po ta kaloj fjallën, falimderit dhe njëherë në emën gjitha klubeve këtu, edhe po besoj që një udhëtim që kemi nisë, prej fillimit kemi qenë bashkë, bashkë edhe me gjithë tjerët, bindjet politike i lojmë dikun tjetër, këtu besoj s'ka dëshmi ma të mirë se gjithë i përkasim bindjeve të ndryshme, po edhe kryetarin këtë rast, edhe këtu në këtë tavolin kemi bindje të ndryshme edhe atje, unë ju falenderoj edhe gëzimin edhe gjithë të tjerë që e shprehin gatishmërin me na ndihmu edhe të paktën të sporti t'i kalojmë dallimet edhe ndasit. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, posaçërisht sportistëve të klubeve sportive të Prishtinës, të gjithë mburremi me ju, çdo ditë, e çdo vit shumë e më shumë. Një falënderim i posaçëm edhe krijuesve të këtij asociacioni të klubeve sportive, duke falënderuar kryetarit Blerondit, nënkryetarit Nevizariqit, të gjithë anëtarëve të bordit këtu. Unë kam qenë optimist gjithmonë, mirë po ai kulmi optimizmit më ka ardhur në momentin kur edhe kom taku gjithë këtu anëtarët e bordit me kryetarët dhe nënkryetarët tek unë në zyre, edhe kam pa një iniciativë fantastike, një bashkëpunim fenomenal, jo vetëm ashtu fokusin në për klubet e veta, mirë po fokusi ka qenë gjithë përfshirës, që një klub me ndihmu një klubi tjetër, ose se cili klub me shiku se cili klub ka nevoj pak më shumë edhe me shty pak më përpara. Do thonë ka qenë një shpirt bashkëpunues, një shpirt tamam i sportistit, i sportistave, një shpirt human që gjithë ne duhet me mësu, posaçërisht ne tash në politikë, me mësu prej bashkëpunimit të mirëfillt, bashkëpunimit të sinqert, e të gjithëve. Edhe normal që unë, si kryetari i kryeqytetit, jam i gatshëm gjithmonë të ndihmoj iniciativat e mira, iniciativat e mrekullueshme që tani po ndodhin shumë e më shumë në kryeqytet. Kjo iniciativë mendoj që me hapa shumë të shpejt faktikisht ka me i mundësu të gjitha klubeve, sepse kur bashkoheni, kur jeni një kështu, e keni edhe fuqinë më të madhe. Fuqinë më të madhe të negocimit me këndo dhe kushdo, në për shembull edhe për gjona të sponsorizimit. Ne për fat të mirë në Kosovë kemi ligjin e sponsorizimit dhe kemi mundësi me josh edhe prej sektorit privat numër të madh të kompanive, të bizneseve të ndryshme, të cilët normal që kishim pas dëshirë të madhe me qenë të ndërlidhur me Prishtinën. E tash oferta prej asociacionit të klubeve sportive, për shembull, jo vetëm prej
prej njërit prej klubeve, po prej të gjitha klubeve si asociacion, e krijon një ofertë shumë më të mirë edhe shumë më prekse, më të përshtatshme për një periudhë kohore afatgjatë. Që ne kemi qenë edhe në kontakt me Blerandin edhe më parë, unë kam fillu iniciativen për me promovu klubin edhe prej takimit, prej ditës parë, kur e kemi pas takimin me promovu mundësin për me gjetë sponsor për te atyne që ne mundohemi me ndihmu prej kryeqytetit, pra ne kemi një numër të fondesh, mirë po kur nuk është mjaftueshme atë që ka ne mundemi me ofru si kryeqytet, për fat mirë po them kemi edhe mundësi tjera shtesë, nëpërmjet të cilave mundemi me josh sponsorë. Tash kjo është një ide mrekullueshme asociacioni klubeve sportive, ku edhe mundësia për joshje të fondeve shtesë ju mundëson një numër tash edhe më të madh të talentëve të ri të Prishtinës, me ju bashkangjit klubeve sportive, me kriju akademi sportive të cilat edhe ju mundësojnë fëmijëve tanë prej moshave më të vogla që të ndërlidhen sportit. Sporti nuk është një gjë vetëm fizike, është fizike edhe mendore, mentale, është një stimulim kreativ, një energji pozitive që i ndihmon secilit prej jush, secilit të ri, edhe në të arritura tjera, edhe jashtë sportit. Pra është një gjë shumë e mirë që ne e shohim faktikisht si kyçe për zhvillimin e një mindseti të mrekullueshëm, një mindseti pozitiv, një mindseti me një karakter të mrekullueshëm që e definon edhe karakterizon Prishtinën, e po ashtu edhe i falenderoj edhe plisat që gjithmonë janë aty, prapa secilës ekip të Prishtinës, e kjo një farë mënyrë dhe ju mundëson që edhe plisat me u rritë shumë e ma shumë, derisa rriten ekipet tona në gjitha sportet, rriten edhe plisat së bashku me gjitha ekipet tona. Prandaj, si kryeqytet, si kryetari i kryeqytetit, jam mbrapa jush edhe ju përgëzoj edhe një herë për këtë iniciativë të mrekullueshme që gjithsesi ka me pas sukses. Faleminderit, Blerand. Faleminderit gjithëve.